Nga fshati Palabardh, Landelia merret me bujqësi dhe blegturi dhe kultivon perime, pemë dhe drithëra të ndryshme. Ai thotë se puna në tokë kërkon përkushtim të vazhdueshëm. Bujki shka ka me mjellë të gjohë vetëm që të pemë, perime, fruta, gron, misër, edhe që të tjera, por se këtu kom mjellë domate, kastravjeca dhe më thonë, specat këmene janë këtu, plus i kom qitë edhe dërasat në tjera që ka një boston e këtu, ose i kom në rrugën atë pjesën tjetër, ati i kom kultivuhe. Me thonë drejt me bujqësi, tash me bom ju thonë, unë e mjerë në qyrë 7.000. Se nja, kur jem konë të mi i vogël, i kemi mjellë ka 2 hektare, 3 hektare baston i kemi mjellë në Palabardh, është fjalla. Specat e Palabardhit i në konë njotën të për zërenda, se kemi qumë me kosha me i bo. Përveç bujqësisë, Delia merret edhe me blegturi për nevojat familjare. Tash merre mas shumë me bujqësi, se po kom lavërti. Mjetet, po edhe po merret tash. Nuk jam i angazhuar fort me punë tjera, me blegturi pak, i moj 5 lopsh aty, sa për familje, për qumshte për këto mos me bë. Gjithta shka janë, si i takojnë fshatit të një kam mjellë. Ai shton se kjo periudhë është e përshtatshme për mbjelljen e kulturave bujqësore. Kua më përshtatshme është që tash me gjithë se me shenë qëto sera këtu e mbajnë pak zësin se nata është alo aftoft, më thonë drejt. Kuptohet tash e keni pa me datën 12 kur ra borë në disa pjesë në vendit atje. Edhe këtu nata është shumë e ftoft, po tash janë dalë disa mjete tjera që si plastike, po i mbulojmë edhe po i ruajmë disi, se nata alo është e ftoft. A është koha adekuate, është tash me pas gjithat mjellë. Vetëm specat me thonë drejt, duhet edhe pak më vogël, se jo duhen për të shije për këto tjera janë shumë mirë. Me punën dhe përkushtimin e tij, Landelia mbetet një shembull i fermerëve që vazhdojnë të zhvillojnë bujqësi vendore në Palabardh.